Qerm Sektori, një fshat i ndërtuar gjatë sistemit socialist, dikur streh për të përndjekurit politik, sot mban gjallë tradita që i kanë mbijetuar kohës. Në mesin e pallateve të ulta dhe tokave të punueshme, vjon jetën një burr i heshtur, por me një histori të madhe. Hekuran Rasa, 65 vjeç, është bari, një zanat që e nisi fëmijë, duke ndjekur bakëtitë e familjes, delet autoktone dhe dhite kuqe, trashëgimi nga gjyshi i tij. Me krabën në dorë dhe këmbët mbi dhe, ai nuk u nda kurrë nga blegtoria. Me këtë punë rriti familjen, shkolloi fëmijën dhe përballoi vitet më të vështira. Dikur kishte mbi 200 krerë bakti, sot vetëm 50. Shumë çka ka ndryshuar, edhe pse ka aplikuar për subvencione prej vitesh nuk ka përfituar kurrë. Për këtë ai flet me dhimbje, por edhe me krenari, sepse asnjë ditë nuk hoqi dorë nga djersa dhe nga toka. E kam prej gjyshit këtë punë, se la shkurr, më mbajti gjallë, thot Hekurani, ndërsa baktit kullosin në tokat e marra me qira. Me zori majmë në ne. Sa një mon njëri. Kile qumshit, e ka bojë në 7 lekje pat vjetë, par vjetë 1000 lek, vjetë 700, si mjetë ka bojë 650 lek kile, qumshit dhe isë. Më gjenafi mahë më burë, ja rribja vapën të ene. Sa kre bakti keni? Unë kam me ca dele, ca dhi, vetë aty ke 50 krajnë. A keni marrë subvencionime nga shteti shqiptar? Fare, asi jo hiq. A keni aplikuar? Kam apliku. Dhe nuk keni marrë? Jo. Po pse nuk keni marrë? Ato që kanë bo aplikime dhe dinë, si ke tjetra është kjo. Se unë si kam plëcu i 100 krajnë, si që honë ata. Se s'ke kuj të që si plëcu i 100 krajnë, unë të kam shtu vetë. Pjellin rrit, pjellin keqat, delet i majqinjat, i rriz vetë. Se mu s'ka dhonë bakti shteti, ka pru, ka falë bakti për shemë dhije, se dele, atje ka ta ki si majnë, i merë kënat shteti, i shetaj. A i s'pijet mu që i majnë, i shtoj. A keni që të përballoni gjithë nga kërkesë me shpenzimet e xhepit për të marrë këto baktit? Po, shpenzoj. Unë shpenzoj për shembull në vit për të gjelponat, për të marrë ilaçet, jo toka, jo kjo, 2 milion lek. Me kullota, me gjelpona, që i bëj kurime. Se këtë po si kurove o këtë. Sa është fitimi juaj vjetar? Fitimi im vjetar me këto shoku im është 3 milion e 4 milion lek, që shes qingja në qumshi. Po, kur e mere 1.000 lek kilen. E në me 700 e po hajt. Pa ajo ka të vetën 1.000 lek kilja qumshit, dele, e sa i dhis. 2.000 lek ka qeni dele, sa e ka boj 1.000 lek kilen në qumshit deles, 650 qumshi dhis. Si e shikoni profesionin e blegtorit dhe të bariut sot? I vështira, nuk është tikullajt, por ne e kemi profesion. Se unë që se kam lind në barku nonës, në derim sot në këto jam marë. Me blegtori. Ke hekri, breziri ke hekri, nuk ka siguri. Këtu. Se për të këtë siguri, merën, ja unë kam qunët e mi. Qefe kanë, zanatin, gjitha, por nuk kanë siguri ata rinë në Itali. Qa do thot për ju blegtoria? Blegtoria për mu, më shton ymrin, jetën, ma në gjallë, e ne, ku thoshin e ta plejtë e vjetër, jo e gjallë, ma në gjallë. I me shteti ka këte, si e i që ka 50 krenë, që e i që ka 100 krenë, se 200 krenë, do t'i japi shpërblimin e vetë. Se unë duke marrë që shpërblim nga shteti, e të nimoj shteti, unë i shtoj, i boj 200 krenë, 300 krenë. Në një kohë kur shumë të rinj largohen nga fshati, Hekuran Rasa është një nga ata që mbajnë të gjallë frymën e tokës dhe zanatit të hershëm të barinjve shqiptar, një histori që meriton të dëgjohet për ullësinë, për durimin dhe për lidhjen e pandashme me natyrën.